Ju përshëndes miq të FSHF-TV. Do të jemi edhe në këtë sezon të ri në analizë superiore së bashku për të sjellë tek ju gjithçka do ndodh në elitën e futbollit shqiptar. Ka nisur një edicion i cili sjell pritshmëri maksimale me një format të ri ku konkurrenca pritet të jetë deri në javën e fundit e edhshme, ku gjithçka do të zbulohet vetëm në limite, por padyshim në këtë rrugtim të ri nuk do të jem vetëm, ashtu si dhe edicionin e kaluar me mua do të jetë videoanalisti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Gjoen Tugu. Gjoen, përshëndetje. Përshëndetje zoti Jurget Zela. Ka qenë kënaqësi që kemi bashkëpunuar në sezonin e parë, por akoma dhe më shumë kënaqësi që do ndajmë së bashku studion e do të sjellim tek gjithë ata që na ndjekin një këndvështrim ndryshe të elitës së futbollit shqiptar të biznes superiore. Si e pret këtë sezon? Sa të ka munguar ndoshta në këto javë të nxehta vere? Po padyshim edhe unë i lumtur jam që po vazhdojmë së bashku këtë emision dhe ishte eksperiencë e bukur që kur u nis edhe do vazhdoj të besoj edhe unë tjetër edhe më e bukur. Normalisht kampionati ne me zina pritet të fillojnë sepse është bukur të shohësh gjithmonë futboll. Por kemi pasur edhe aventurat europiane të disa prej ekipeve tona që për të cilën i urojmë edhe shumë suksese, gjithashtu Egnatia dhe Dinamo se vazhdojnë akoma dhe do të luajnë në ditën e nesërme dhe tani shikojmë se si do jetë nimësia sepse edhe ka pasur edhe disa ndryshime shumë bukura paktën për mendimin tim ky kampionat. Po sigurisht në fakt me Egnatian, me Dinamon, por edhe me Vllaznin e me Elbasanin në turin e parë në Conference League, sigurisht kemi mbajtur pak këtë emocionin e futbollit shqiptar. Egnatia ka bërë historinë, u arriti të kualifikohet, ka siguruar fazën e Ligës së Konferencës, por është në lojë për Ligën e Europës. Dinamo në krahun tjetër që ka bërë një rrugtim shumë të mirë, është gjithashtu në garë. Si e pret këtë edicion të ri me një skuadër që do të jetë e angazhuar disi më tepër se ekipet e tjera, do të ketë minimalisht 6 sfida shumë të rëndësishme për te kampionatet dhe kupës që do të angazhohet në futbollin vendas. Po duke marrë parasysh që mendoj që Egnatia në ndryshim nga sezonet e kaluara ku në verë mundohet të shiste shumë këtë vit është munduar ta ruaj sa më shumë të jetë mundur bërthamën e ekipit. Është e vërtetë që janë larguar dy lojtarë shumë të rëndësishëm siç janë Abdurrahman Fanga dhe Arbenit Xhemali që ishin pjesë e formacionit, por ndërkohë pjesa tjetër e skuadrës është munduar të rritet, të përforcohet dhe mendoj që do jetë një ekip që do jetë ekipi për të mundur edhe këtë sezon, sepse vjen tashmë si 3 vite kampion e Shqipërisë, 3 vite radhës, tashmë pjesëmarrëse edhe në të paktën Conference League, do të shikojmë edhe në Europa League, kështu që ekipet e tjera mendoj që do ta shikojnë si kundërshtar më të vështirë. Të ndalemi pak tek formati i ri që do të aplikohet këtë edicion në biznes superiore, ndryshe nga 3 edicionet e shkuara ku pas 36 javëve të rregullta luaj një mini kampionat me 4 skuadrat e para, tashmë gjërat do të ndryshojnë. Për ta shpjeguar ndoshta edhe për publikun, për ta pasur ata më të qartë, do të jetë një kampionat me 3 faza të rregullta, ku në përfundim të 3 fazave do të ndahen në 2 fasha të ndryshme. 6 skuadrat që renditen në pjesën e sipërme të klasifikimit do të garojnë për titullin kampion, por dhe për zonën europiane, ndërkohë që në krahun tjetër do të kemi 4 skuadrat që renditen në pjesën e poshtme të klasifikimit që do të garojnë për qëndrimin në elitën e futbollit shqiptar. Për të veçuar, pas 2 fazave të para do të përcaktohet kalendari i fazës së tretë, ndërkohë që më pas do të luhen ndeshjet vajtëardhje në pjesën e sipërme dhe me 3 faza pjesa e poshtme e garës për mbjetesë, për të përcaktuar skuadrën, kampionet e Shqipërisë, por dhe ekipet që do të na përfaqësojnë në arenën ndërkombëtare. Duhet thënë dhe një element tjetër, që edhe skuadra që renditet e para në play-out, pra skuadra e renditur në vendin e 7, do të ketë mundësinë për të marrë pjesë në kualifikuesit e Conference League-s. Është një element, një risi që e bën këtë kampionat, besoj, edhe më të bukur dhe më interesant, sepse deri në fund pritshmëritë janë që asnjë prej skuadrave të mos dalë jashtë objektivit, apo më saktë që çdo skuadër të garojë për diçka deri në sekondën e fundit të këtij edicioni. Si e ke parë këtë ndryshim, Gjoen? Duke qenë se i edhe në brendësi e di se si do të funksionojë. Po mendoj se është diçka shumë e mirë dhe mendoj që secili ekip do të gjejë motivimin për të pasur atë zjarrin për të luajtur praktikisht në çdo ndeshje deri në sekondën e fundit. Çdo ekip gjithashtu duhet thënë edhe që këtë vit do të bjerë vetëm një ekip nga kategoria direkt, që është vendi 10, dhe gjithashtu vendi 9 do të luajë në play-out me një nga ekip që do të vijë nga kategoria e parë.
Kështu që ndoshta ekipet pavarësisht se mund të ndihen ndoshta më të sigurta në thonjza, por realisht prapse prapa ai vendi i fundit djeg disi edhe ekipet që po vinë nga kategoria e parë kanë treguar që janë ekipe që janë shumë të vështira për të mundur, gjë që u vërtetua edhe në javën e parë, qoftë me Laçin apo me Skënderbeun që do t'i cekë më mbrapa. Gjithsesi kjo rregullor mendoj që është rregullor e mirë, por duhet të thuar që rregullimi i preferuar them drejtën është rregulli i lojtarëve e aktivizimit i UZ-s, sepse mendoj që ishte një rregull që i duhej tashmë edhe kampionatit ton dhe mendoj që do të përfitojnë shumë edhe kombëtarët tonë të moshave, por do ta kuptojnë edhe klubet vlerën e këtyre lojtarëve me kalimin e kohës. Pikërisht ti e ceke në fakt tematikën e radhës që do doja të ngacmoja pak edhe në mënyrë më specifike. Çdo skuadër ka detyrim që në 45 minutat e para të secilës sfidë të A Biznes Superiore të ketë në fushën e lojës një lojtar minimalisht të vitit 2007 mos gaboj, apo dhe më të ri. Diçka e tillë është bërë në mënyrë që të jepet më shumë besim lojtarëve të akademisë, duhet të ketë pasaportë shqiptare futbollisti i cili duhet të jetë në fushën e lojës. Nëse lojtari duhet të ndryshohet për zgjedhje teknike, taktike të trajnerit apo për shkak dëmtimi, do duhet zëvendësohet nga një tjetër futbollist i të njëjtës moshë. Joen, ishin 17 futbollistë të kësaj kategorie, po themi, të nivelit U20, të cilët u aktivizuan javën e parë. Një pjesë prej tyre bën performancë shumë të mirë. Gjyla i skuadrës Vorës i dha fitoren ekipit vet. Në krahun tjetër, lojtarë të cilët spikatën dhe ndoshta nëse nuk do të ishte ky rregull, vështirë se do t'i besoj nga ne skuadrave. Okej, nuk po marrim rastin e Tiranës apo të Skënderbeut që ndoshta ishin pak të kushtëzuara, do ta prekim edhe në vijim arsyen, por ndoshta ky rregull do të ketë një impakt pozitiv në zhvillimin e futbollit shqiptar. Si e sheh këtë vendim të Federatës Shqiptare të Futbollit? Unë mendoj që është shumë i drejtë, shumë i saktë, shumë i mirë dhe është tashmë të gjitha klubet nëpër botë, po që shikojmë fusin pa pikë problemi lojtar 2007, 2008 kemi parë në finalen e Superkupës të Europës, Tottenhami luajti Aston Villa luajti me një lojtar që ishte datëlindja 2009 edhe një tjetër winger që ishte datëlindja 2007 ose 2008, mos gabojm. Kështu që të rinj sot ka ndryshuar shumë edhe futbolli, po të dish ti mësosh se si të pozicionohen, se si të luajnë fush mund ta përballojnë pa pikë problemi. Ti përmendë shumë drejt Gjylën që shënoi golin e fitores, do përmendë gjithashtu edhe Boricin e Elbasanit, Bakallin pash që pati një rast shumë mirë për shënuar. Gjithashtu të dy lojtarët e Skënderbeut kanë bërë një ndeshje të shkëlqyer, sepse nuk është, unë e di dhe se si është ambienti i Shkodrës, nuk është ambienti i lehtë, stadiumi i mbushur me tifozëria dhe kanë java e parë debutim kanë luajtur shumë mirë. Dion Vata që është edhe 2009 i Partizanit, edhe ai ka bërë një ndeshje shumë të mirë, kështu po i marrim gjithë praktikisht pa përjashtim për mua kanë qenë lojtarë që mund të bëjnë më vonë. Nëse duhet marrë një shembull tjetër, do ishte Gisarifi që nuk ka qenë i detyruar për të luajtur, por është tashmë sezoni i tretë që luan rregullisht në Biznes Superiore, dhe është lojtar që praktikisht njerëzit nuk e kuptojnë më që ai është datëlindja 2007. Prandaj edhe klubi mund të përfitojë më vonë nga rritja e tij, ndoshta një pjesëmarrje në Kupën e Evropës, ndoshta një shitje dhe premisa që ai të transferohet duke jashtë dhe të sjell klubi diçka. Kështu rritet edhe futbolli dhe prandaj duhet edhe klubet vetë ta kuptojnë që akademia duhet është një burim shumë i madh fitimprurës nëse të rinj të rriten në mënyrën e duhur dhe shpresoj që ky rregull ta vër pak në dukje këtë dhe mendoj që do t'i arrijë. Shumë risi në këtë kampionat të ri, të cilat do të kemi mundësinë për t'i përcjell javë pas jave në FSHFTV në analizë superiore, gjithçka do të ndodh në A Biznes Superiore. Është zhvilluar java e parë, janë luajtur 5 takimet e para të kampionatit shqiptar, teksa do ndiqim edhe rezultatet që prodhoi kjo javë e zhvilluar nga e premtja në të diel, gjithçka nisi me sfidën e parë mes Vllaznisë dhe Skënderbeut, një sfidë tepër interesante që u mbyll në rezultatin 2-2. Ndërkohë që më pas në ndeshjet e tjera të zhvilluara ditën e shtunë, Partizani barazoi 0-0 me Teutën, Laçi barazoi 1-1 me Elbasanin, Egnatia triumfoi 3-0 ndaj Tiranës dhe Dinamo City u mund 0-1 nga skuadra e Vorës. Hetë klasifikimit në krye të rënditjes është përsëris skuadra kampione e Shqipërisë Egnatia, në vendin e dytë Vora, në kotën e 3 pikëve dy skuadra të cilat e kanë nisur me këmbën e mbar, ndërkohë më pas janë Vllaznia, Skënderbeu, Laçi, Elbasani, Partizani dhe Teuta me nga 1 pikë dhe në dy vendet e fundit Dinamo City dhe Tirana, të cilat nuk arritën dot të marrin diçka në takimet
e para. Gjoen, para se të shkojnë tek ndeshja e parë, çfarë të bëri përshtypje nga kjo javë, duke marrë në konsiderat se kishin dhe dy situata që nuk kishin të parashikuar, ajo e Skënderbeut dhe ajo e Tiranës, të dyja ishin të kushtëzuara të aktivizonin vetëm lojtarë të akademisë ose futbollistë të cilët i kishin federuar në edicionin e shkuar për shkak se për arsye problematike në situatat e pasgjidhura kontraktuale në të shkuarën nuk mund të federonin futbollist. E kanë zgjidhur të dyja skuadrat problematikën, do të luajnë me të gjithë organikën nga java e dytë në vazhdim, por ishte problematik të paktën për Tiranën që pësoi një disfat që ndoshta mund të kishte një tjetër situatë nëse do të ishte me skuadrën e plot, ndryshe nga Skënderbeu që mori një pikë të dhyer në shokë. Po unë mendoj që janë gjëra që klubet duhet ti zgjidhin, ti mendojnë, jemi në 2026 dhe është për të ardhur keq që sepse dhe trajneri i Tiranës doli në konferencë për shtyp dhe tha unë mora vesh vetëm të premte dhe tha që kemi pasur probleme me kontratat, me borxhet e pasdhidhura në FIFA. Kështu që pastaj ekipet secili ka sigurisht pretendimet e veta dhe duan të arrijnë rezultatet e tyre. Tirana ndoshta do të arrijë më në fund kthehet në Kupat e Europës pas disa viteve mungesë. Skënderbeu sapo shkrye ka ambicet e veta, do t'i shlyejë edhe dënimin që ka pasur, do të marrë pjesë në vende në Kupat e Europës, kështu që janë gjëra që duhen marrë masa më përpara dhe jo një ditë ose dy ditë para se të fillojë kampionati. Megjithatë, tashmë fatmirësisht janë zgjidhur problemet për të dyja ekipet dhe do të shikojmë se si do t'ia zgjidhin në vazhdim. Ndoshta Skënderbeu mori realisht një rezultat shumë të mirë në Shkodër 2-2, por ajo që ishte një gjë e mirë për Tiranë, ndoshta ishte aktivizimi pikërisht i këtyre lojtarëve të rinj, që sido që të jetë i dha një impuls dhe i dha një fytyrë skuadrës, që megjithëse nuk është se shumica nuk ishin ndoshta në për pozicionet e veta lojtarët nga mungesa e grupit, por të paktën marrin eksperiencë dhe luajnë një ndeshje debutuese kundër kampionëve të Shqipërisë në biznes superior. Por nëse Tirana nuk arriti do të marrë diçka nga sfida përballë Egnatias, në anën tjetër Skënderbeu barazoi në shifra 2-2 me Vllaznin. Për te problematikave, skuadra e Skënderbeut arriti që të marrë një pikë, ta nisë me komën e mbar aventurën në biznes superiore pas rikthimit që pati në elitën e futbollit shqiptar. Do ndikim dhe statistikat e kësaj përballje në një sfidë ku për Shkodranët shënoi 2 herë Bekim Balaj, një prej golave me 11 metrash, ndërkohë që Janaçi dhe Bismarck ishin ata të cilët realizuan për ekipin Korçar. 2-2 rezultati i kësaj përballje, ndërkohë që expected goal tek skuadra e Vllaznis 2.17, 1.6 tek ekipi i Skënderbeut, goditjet dhe në port 12-5 për Shkodranët, 14-8 për ekipin Juglindor, mbajtja e topit 68 me 32% në përqindje në favor të skuadrës së Vllaznis. Duelet fituara 108-106, goditje nga këndi të konkretizuara me gjuajtje 2-1-1-0, duele erore 22-23, faula 12-15 dhe topa të rekuperuar 82-84. Nëse do të shohim statistikat, Gjoen, besoj se e përligj rezultatin apo beson se mashtrojnë disi sa i takon në asaj çka përdor fusha e lojës? Mendoj që janë sakta, mendoj që realisht janë shumë korrekte, duke marrë parasysh që expected goals i Vllaznit është rritur edhe për shkak të penaltisë që u shndërrua rrjedhimisht në gol pastaj nga Balaj. Mendoj që Skënderbeu, siç e thash, ka bërë një ndeshje, një paraqitje mjaft dinjitoze, duke marrë parasysh gjithashtu që ishte në disavantaazh në 2 golave dhe ne kemi vënë re shpesh që në biznes superiore kur një ekip shkon 2 gola para dhe është edhe në fushë të vet, është shumë e vështirë për ekipin kundërshtar ta përmbys rezultatin. Kështu që ndoshta Skënderbeu pritet që mund mos ta kishte çarkullimin e topit, le të themi, por është ekip që ka krijuar raste nëpërmjet tranzicioneve të shumta që pati dhe arritën të gjithashtu të shënojnë 2 gola me pesh. Kalojmë tani tek magjia që ke përgatitur për këtë episod të parë. Mund ta them, po. Do të shohim episod pas episodi, rast pas rasti, gjithçka ka ndodhur edhe në mënyrë vizuale për të kuptuar diçka më shumë çfarë ndodh në futbollin shqiptar. Do të jemi me rastin e parë sepse në fakt, sidomos puntata e parë, sill shumë interes sepse njerëzit janë kurioz të njohin dhe të shohin se si vendosin skuadrat, si prezantohen me futbollistët që kanë afruar gjatë kësaj merkatoje, trajnerët e rinj, si ishte vendosja e skuadrave, sepse ra në sy një element shumë interesant tek skuadra e Skënderbeut. Charles Bismarck, ish lojtari i Vllaznis edicionin e kaluar, i transferuar si një sulmues me shumë potencial, madje pati në merkato mos gaboj dhe një përplasje me Dinamon, pati një garë më sakt, mes tyre
luante si një qendërmbrojtës. Në fillim fare besoj se kush e ka parë formacionin ka menduar se bëhet fjalë për një gabim vizual apo për një vendosje të gabuar. Megjithatë në fushën e lojës ishte ashtu siç ishte prezantuar, nuk kishin bënë me një gabim. Na trego pak më tepër si ishte kjo vendosja e Skënderbeut në këtë ndeshje të parë. Duke marrë parasysh mungesat, mendoj që trajneri Juliana Mataj vendosi që të merrte këtë risk, le të themi, duke marrë parasysh që nuk kishte lojtar në dispozicion dhe ndoshta Birsmar kishte lojtar që është i fuqishëm, është edhe inteligjent, e këtu shikojmë pikërisht rreshtimi është minuta e 3. Skënderbeu është me një 5-2-2-1, le të themi, të rreshtuar në mbrojtje dhe është Bismarck pikërisht mund në mes të qendërmbrojtësave për të duke markuar ish shokun e repartit që pati vitin e kaluar tek Vllaznia, që ishte pikërisht Bekim Bale. Por Vllaznia në të njëjtën kohë nga krahu tjetër mundoi që të kapte gjysmë hapësira, sidomos me Kobiljar dhe Don Muratajn, dhe ish pikërisht lëvizjet e këtyre dyve që mundoheshin të krijonin rreziqet në zonën e fundit, zonën e rrezikut të Skënderbeut. Dhe rasti i parë erdhi pikërisht nga këto lëvizje dhe pastaj një gjuajtje në portë që nuk u arrit të konkretizoi dot me gol. Megjithatë, ky rast i Bismarckut mua më kujtoi pak për ata tifozat e vjetër dinë më mirë se sa unë, sepse ka qenë dhe i madhi i paruar Jarben Minga që ka pasur një eksperiencë të tillë, nisi si sulmues edhe në fund të karrierës e përfundoi si qendërmbrojtës, ndoshta kur Bismarck të vi mosha në fundit të karrierës mund ta marrë parasysh edhe këtë gjë. Po në fakt kemi parë shpeshherë që ka futbollistë cilët me kalimin e viteve të riqen disi nga reparti i avancuar, nga mesfushor, i shohin përshtatën i qendërmbrojtës, po edhe në rastin e sulmuesve, siç e ilustrove edhe vet. Po nëse skuadra e Skënderbeut e kishte të pamundur të aktivizonte përrjet e merkatos verës, si të duk kjo Vllazni e re, do të thoja, sepse ka pësuar shumë ndryshime krahasuar me atë të sezonit të shkuar. Shumë largime, shumë lojtarë të cilët ishin rekordmen minutash, duke nisur që nga porta deri në repartin e avancuar, po përjashtoi Bekim Balajn që vijon të jetë pikë referimi dhe lider tek skuadra shkodrane. Më duk Vllaznia pavarësisht se me emra të ndryshëm, Vllaznia dhe Elbasani ndoshta edhe nga ekipet e Kreut janë ekipet që kanë ndryshuar 70-80% të ekipit, më duk Vllaznia njëjtë siç e lan pas në Final Four. Pra është një Vllazni me shumë oscilacione, një Vllazni që nuk ka problem të prodhoj, por ka problem që të shkoj deri në fund për të marrë rezultatin. Dhe rasti eksakt ishte edhe kjo ndeshje, një Skënderbeu i gjymtuar, i sapo ngjitur nga kategoria e parë dhe që i hapi shumë probleme Vllaznisë duke marrë dhe një pikë pastaj në Shkodër. Ndërkohë më ran sy Edon Murataj. Një lojtar i cili ishte edhe edicionin e shkuar pjesë e skuadrës Vllaznisë, pati dhe ai oscilacionet e tij, luajti në fillim, pati një pauzë, pati një dëmtim, u rikthye, nuk është se mori besimin ndoshta që gjithë prisnin, por është rikthyer në një element të rëndësishëm për ta lidhur pak dhe me rastin e dytë që kemi përzgjedhur. Mos ndoshta Murataj tashmë e ka atë eksperiencën që ndoshta i mungon të sezonin e kaluar për të bërë lider të kjo skuadër, për të qenë ndoshta edhe lojtari që e mbështet më tepër Bekim Balajn, për të krijuar më shumë hapësira. Tani me edhe vitin që kaloi ka pasur dhe Kallakun. Dhe tani Kallaku ka ikur gjithashtu edhe Kobiljar që përmendëm në një nga klipet më përpara, që larguan nga ekipi, kështu që mendoj që shpatullat e krijimit atij, le të themi në numrit 10 të Vllaznisë do t'i ketë pikërisht Edon Murataj, tashmë shpresoj që edhe sepse ai vjet pati disa probleme fizike dhe nuk arriti dot gjithashtu përpos saj përveç se konkurrencës me Kallakun të ishte pjesë e ekipit, por këtë sezon do të jetë shohim se si do të jetë më ndryshe, ndërkohë këtu shikojmë Skënderbeun që është në një 5-2-3 dhe janë pikërisht lëvizjet e Muratajt që kaloi nga krahu i majt në të djathtin, pas shikojmë ka një lloj lirshmërie në lëvizjet që kanë fushë, shikonim këtë gjë pak edhe te Kallaku vjet nëse e mban mend, që trajneri Martini jete lëvizje dhe pikërisht lëvizjet e Muratajt e nxorën Bekim Balajn në një kundër një me portierin, por që sulmuesi nuk arriti dot që të konkretizonte siç duhej, megjithatë mund të presim shumë aksione të tilla nga kjo Vllazni këtë sezon, mendoj. Pavarësisht se skuadra e Skënderbeut në krahun tjetër kishte shumë mungesa, arriti që të krijojë shumë raste. Madje minutat e parë ishin vërtet shumë të bukura. Mbaj mend tek ndeshja që pati raste si në episodin që sapo ndoqëm, por në episodin pasues ishte një rast i Nasr,
vërtet një nga mundësitë më të mira të kësaj sfide. Na tregon pak se si arriti që të krijonte aq shumë hapësira skuadra e Skënderbeut, ndoshta edhe për gjumja e ekipit vllaznisë, ndonjëherë kur e di që kundërshtari nuk është në nivelin apo në momentin e tij më të mirë, mund të ketë doza në vlerësimi. Si ishte momenti i Skënderbeut në këtë sfidë? Si arriti që ta befasonte në plot kuptimin e fjalës ekipin shkodran? Skënderbeu mundoi shumë që të bënte lojë sa më direkte të ishte mundur. Pra edhe e pam dhe nga statistika që parë që nuk donte ta kishte topin zotëri, mundoi të çonte sa më shumë topin përpara dhe më pas të arrinin të fitonin topin e dytë, e rrjedhimisht ekipi të shkonte në zonë me anë të krosimeve, kur siç do ta shikojmë edhe në klipin tani, kishte futeshin gjithmonë shumë lojtarë brenda zonës, duke krijuar një risk në portën e Shkodranëve. Ajo çfarë i bëri përshtypje në këtë aksion, do ta shikojmë tani më një herë, do të jetë edhe mbi pozicionimi i Kosta Vangelit, i cili bëri diferencën duke krijuar një situatë 2-1 nga ekrani i djathtë. Ktu shikojmë që Skënderbeu e fiton topin e dytë dhe pas një mbrojtje të mirë shikojmë se si luan më njëherë direkt përpara tek sulmuesi dhe Vangeli më njëherë shkon në mbi pozicion. Dhe Naser këtu gjendet komplet i boshatisur brenda zonës, tre lojtarë të Skënderbeut dhe portieri Shkodranëve bën një pritje të shkëlqyer, duke arritur të ruajë rezultatin siç ishte për ato momente. Vërtet një moment besoj që është shumë interesant dhe shumë i rëndësishëm për të treguar edhe forcën që ka skuadra e Skënderbeut pavarësisht mungesave, por vllaznia, duke bërë këtë performancë, sa premton për këtë sezon, duke parë dhe ndryshimet që ka bërë, beson se ndoshta ky barazimi ishte thjesht një hap i gabuar apo do duhet të bëj llogarit ende ndoshta për të korrigjuar diçka, teksa kanë mbetur edhe pak ditë nga merkatoja verore. Mbetet për tu parë, por zakonisht gjithmonë ekipet që ndryshojnë shumë e kanë të vështirë që më njëherë të jenë konkretizuese dhe të marrin ose le të themi cinike për të marrë 3 pikët në fund të ndeshjes. Kështu që do të shikojmë se si do të përballet edhe trajneri Martini me këtë situatë, pavarësisht se një pjesë të ekipit e ka pasur që në qershor janë bërë gati për Kupat e Europës, nuk shkoi ndoshta rrugtimi dhe aty siç pritej që ndoshta të paktën mund ta kalonin një tur. Por megjithatë do të shikojmë tashmë edhe personalitetin e Shkodranëve dhe se si do të përgjigjen pas këtij barazimi në ndeshjen e radhës. Ndërkohë, pjesa e parë u mbyll në barazim 0-0, nisi me gol pjesa e dytë. Pikërisht episodi i radhës që kemi përzgjedhur, ai gol i shënuar nga skuadra shkodrane, u duk sigurisht një situatë pak edhe me fat, por kishte një rrjedhje logjike apo jo? Po, patjetër, sepse ishte një sulmim i thellësisë nga ana e Qatos që arriti të bëjë diferencën edhe që arriti të krijojë një lloj paniku dhe që më pas u konkretizua me gol. Këtu e shikojmë aksionin e vllaznisë. Me njëherë Qato e vën në dukje duke marrë parasysh që një fillim merr topin dhe më pas shpërndarjes shkon të sulmojë thellësinë duke marrë parasysh dhe migrakesën. Por duhet thënë që edhe këtu pati e Don Mura dhe një merit madhe sepse topi shkoi në fillim për të, por ai hapi këmbët, u tregua inteligjent dhe disi le të themi pak me fat, se topi u përplas në thembrën e Bekim Balajt dhe u arrit të shënojë edhe goli i momental i avantazhit. Një gol që në fakt i çliroi Shkodranët, arritën që të shënojnë dhe golin e dytë, por në krahun tjetër u përgjigj mjaft mirë skuadra korçare. U përgjigj edhe me një gol shumë të bukur sepse rikthimi në elitën e futbollit shqiptar erdhi fal golit e Janaqit, i cili ishte vërtet për të admiruar. Na trego pak edhe rrjedhojën se si u konkretizua ky gol, sepse erdhi si rrjedhoj e një topi të rikuperuar nga zotërimi i vllaznisë. Po mendoj që kjo do jetë ndoshta edhe një sekuencë që tek vllaznia do ta shikojnë, sepse ishin dy aksione që ishin njëra pas tjetrës që krijuan rrezikshmëri shumë të madhe te porta vllaznisë, me njëherë sa po bë dhe rezultati 2-0. Fillimisht ishte një rast i krijuar pasi vllaznia po bënte pressing përpara, shkoi një top i gjatë, lojë direkte siç e pam gjithashtu në pjesën e parë. Tashmë shikojmë Bismarck që ka ikur përpara dhe këtu jemi në një situatë 3-1, ku lojtari Skënderbeut ndoshta mund të ishte treguar pak më altruist, por pa si duket portierin e vllaznisë që kishte dalë pak dhe mendoi që ta gjuante direkt portën. Dhe me njëherë këtu shikojmë edhe presingun e Skënderbeut që është praktikisht gati në pressing 1-1. Po, si janë tre mbrojtës. Duke marrë parasysh u shtuan praktikisht shumë lojtarë aty. Janë 7 lojtarë të Skënderbeut
kundër atyre të Vllaznis dhe menjëherë kërkonin të merrnin topin për të shkuar dhe e arrin duke forcuar një gabim të portierit të Shkodranëve dhe menjëherë goli i Anaqit që nuk ka vënë për koment, ishte një goditje e shkëlqyer dhe them drejtën golat e kësaj jave në Biznes Superior kanë qenë njëra më e bukur se tjetra dhe mendoj që ka qenë e vështirë për ta zgjedhur këtë golin e javës. E vërtet, në fakt ka qenë shumë e vështirë për të zgjedhur goli i javës sepse kishim gola spektakolare, shpresojmë që të vazhdojmë me këtë ritëm, me këtë lloj ecurie edhe në javët në vijim. Për të shkuar tek ndeshja e radhës, Skënderbeu paraqit mjaft mirë në debutimin e tij pas rikthimit në lidhjen e futbollit shqiptar, por në krahun tjetër edhe skuadra e Laçit arriti të marrë një barazim 1-1 në takimin e zhvilluar me Elbasanin pikërisht ditën e shtunë. Një barazim që padyshim i rri më mirë skuadrës kurbinase, arriti të bëjë mjaft mirë, Cena realizoi një super gol, u përzgjedh dhe goli më i bukur i kësaj jave, ndërkohë që në anën tjetër ishte Hebaja i cili realizoi me 11 metrash për ndar pikët në këtë sfidë. Joan, si të duk kjo sfid mes Laçit dhe Elbasanit, Elbasani që ishte shumë pranë titullit kampion sezonin e kaluar, ndërkohë që Laçi është skuadra me moshën mesatare më të re në Biznes Superiore. Letaj më i madh duket është datimi 2000, mos gabon. Është e vërtet dhe besoj se nuk do ta ketë as pak të vështirë për të përshtatur atë rregullin e ri të aktivizimit të një lojtari të datëlindjes 2007 dhe më të vogël. Laçi në fakt ka qenë në ekip nga kjo pjesë për të marrë shembull, sepse gjithmonë ka qenë ekipi që është munduar të japi mundësi të rinjve dhe këtë e vërteton edhe si vjet, por ndër të tjera mendoj që ka marrë edhe një trajner ekspert si Qatip Osmani, që në tifozët gjithashtu tifozët e Vllaznis se mbajnë më mirë, sepse ishte ai trajner që i mori ekipin para pak sezonesh dhe i çoi nga vendi 8, vendi 9, i çoi në Final Four, ku më pas edhe e hoqën praktikisht nga puna dhe mendoj që kjo ishte një goditje nga ana Laçit me këtë trajner që solli më njëherë dhe frytet e veta, sepse Laçi realisht bëri një lojë shumë të mirë përballë një Elbasani i cili është edhe ky, siç e përmendëm më parë, me një fytyrë komplet ndryshe nga sezoni i kaluar, megjithëse kishin arritur një rezultat të mirë, le të themi, sepse ishte vendi i dytë në Biznes Superior. Megjithatë do të shikojmë se si do ta marrë veten dhe Elbasani me kalimin e kohës. Do të shkojmë tek statistikat e kësaj përballje pikërisht mes Laçit dhe Elbasanit. Expected goal 0.6 për skuadrën Bardezi, 1.11 për Elbasanin, goditje dhe në port 14.5, 8-3, mbajtja e topit 51.49% në ekuilibër në këtë drejtim. Duelet fituara 90-68, goditje nga këndi dhe gjuajtje 2-0 dhe 2-1, duele ajrore 13-8, faula 13-14 dhe topa të rekuperuar 79-66. Joan, beson se skuadra e Laçit mund të kishte bërë diçka më mirë, referuar edhe rasteve pavarësisht se expected goal është shumë i vogël dhe nuk ja afrohet asnjëshit, është shumë pranë 0.5-s në një farformë. Është e vërtetë, por edhe Elbasani duhet ta përmendim që e ka pak më lart për shkak të penalltisë që u mor, kështu që le të themi që të dyja ekipet ishin në të njëjtin nivel. Laçi ndoshta nuk krijoi raste më të pastra, më të rrezikshme që të arrisnin koeficientin e expected goals, por megjithatë pati mundësitë e veta në këtë ndeshje, po ashtu dhe Elbasani që u mundua, që ishte duke marrë edhe njëjti trajner, është e njëjti stil loje siç e kishim parë dhe vjet, me tranzicione të shumta, një lojë të shpejtë vertikale. Ishte një ndeshje, le të themi, interesante, por mendoj që të dy ekipet morën atë çfarë merituan, duke marrë parasysh edhe se çfarë dhanë në ndeshje. Për të shkuar tek episodi i parë, na trego pak për vendosjen e skuadrës së Laçit, sepse një skuadër e re me një trajner të ri prezantohet në Biznes Superiore si kampion e kategorisë parë, do të thonë sepse ka mundur Skënderbeun në Korç në sezonin e kaluar, në fundin e sezonit të kaluar. Na trego pak më tepër si ishte vendosja për të shkuar edhe tek episodi, tek rasti i parë që kemi përzgjedhur. Elbasani mbronte në një 4-2-3-1, pak a shumë po njësoj siç ishin gjithashtu edhe sezonin që shkoi, ndërkohë që Laçi i përgjigjej me një ndërtim të paktën këtu 4+1, dhe këtu e shikojmë të ilustruar edhe se si ishin të vendosura në ndërtimin e lojës Laçit qoftë të dyja ekipet, ndërkohë që Laçi mundohej që të çonte gjithashtu
topat shumë edhe te Kala, i cili dinte të mbronte mjaft mirë dhe menjëherë më pas ndrimet e lojës ishin fokus, ndrimet e krahut ishin fokusi i Laçit në këtë ndeshje, nga ku erdhi edhe rasti i parë në përballje me Traoren që doli përballë portierit, por që nuk arriti dot të konkretizoj një mundësi që ishte mjaft e mirë për shënim. Pam që skuadra e Laçit një pjesë të mirë të lojës që aplikonte e kishte nga krahët. Një ndërtim me 3 në momentet caktuara me Nërgutin që ishte një element kyç, pati dhe një mundësi shumë mirë për të shënuar në limitet e pjesës së parë. Po, megjithëse ishte një gjuajtje nga larg, ishte një goditje nga distanca, ishte një mundësi. Por mënyra se si skuadra arrin të shkojë deri në momentin që konkretizohet me goditje, tregon që ka një filozofi të qartë. Është shumë e drejtë, duke marrë parasysh mendoj që ishte studiuar mjaft mirë edhe loja e Elbasanit nga ana e Laçit, ka të 2-3-1 dhe Nërguti futej për të krijuar ndoshta një epërsi 3-2. Dhe duke shfrytzuar dhe gjithashtu gjerësinë e 2 mbrojtësave të krahut që shtynin përpara nga ana e Laçit. Dhe siç e shikojmë këtu, ndronin shpesh lojën, ekipi lart ndronte shpesh lojën, siç e pamë në aksionin më përpara, edhe këtu e njëjta gjë, u hap topi në krahun e majt pikërisht përsëri për Traore, dhe më pas një gjuajtje nga jashtë zone që ishte e rrezikshme, por përfundoi në duart e portierit të Elbasanit. Por krahun tjetër skuadra e Elbasanit, fal tranzicioneve që arrinte të krijonte, bënte mjaft mirë, një ekip që ndoshta i duhet kohë për të konsoliduar, edhe vetë trajneri Ivan Gvozdenovic në fakt tha që ka pasur shumë ndryshime skuadra, duhet kohë që lojtarët njohin njëri tjetrin sepse dhe eksperjenca europiane ishte shumë e shkurtër, nuk është se pati mundësi Elbasani që të kishte disa ndeshje në dispozicion. E mbi të gjitha të ndryshosh më shumë se gjysmën e skuadrës sepse në mos gaboj, duke u referuar asaj çka edhe mbaj mend, janë Lila, është Lulaj, është Diallo, jo, po them lojtarët që janë aktualisht Diallo dhe në mos gaboj Abbas, janë vetëm 4 lojtarë nga formacioni i vitit shkuar, cilët janë pjesë e skuadrës, kanë ndryshuar nga porta deri në sulm dhe kanë pasur largime goxha me peshë, sepse 2 qendrat e mbrojtjes po përjashtë Lulej, Lejthia që ka qenë shënuesi më i mirë, Cage që ishte një prej shënuesve më të mirë, Janacek që ishte portieri gjithashtu, i cili një pikë e rëndësishme, është një lëvizje, një ndryshim që besoj kërkon kohë. Gjithmonë dhe është një gjë që vlen edhe për vllaznin, siç e thamë edhe çfarë, që në raste të tilla kur ekipi ndryshon kaq shumë pavarësisht se mund edhe të stërviten bashkë, janë ndeshjet ato që japin eksperiencën, ato që japin edhe mundësinë lojtarëve që të njohin edhe më shumë njëri tjetrin. Kështu që mbetet për tu parë se si do të reagojë dhe Elbasani, javës tjetër do të luajë në shtëpi dhe ndoshta do të jetë edhe një shtysë më e madhe për ta mbështetja publikut dhe reagimi i skuadrës paksi rezultatet që morën në Laç. Ndikim pak episodin e radhës, rastin e tretë që ke përzgjedhur për të analizuar në këtë sfidë është pikërisht një mundësi e krijuar për skuadrën e Elbasanit, fal një tranzicioni në krahun e djathtë. Si ishte interpretimi i kësaj situate, Joan, në këtë sfidë? Janë situata që ne kemi parë shpesh tek Elbasani edhe sezonin që kaloi, ku ekipi menjëherë sa merr topin, shkon menjëherë përpara për sulmuar me tranzicione dhe me lojtarë që sulmojnë thellësinë sa më shpejt të jetë mundur. Këtu shikojmë me një medalë në shpejt Lila që shërben për tresën dhe një top mjaft i rrezikshëm që ishte situar një gjuajtje që mund të quhet disi ndoshta edhe krosim, që mund të kishte përfunduar me ushtë gjetur rrugën e rrjetës, por është pikërisht stili që trajneri Gvozdenovic që parapëlqen dhe kemi parë edhe më herët. Ndërkohë që decisive në këtë ndeshje ishte një penallti e fituar nga skuadra e Elbasanit, një situatë që pati ndikim drejt për drejt në rezultat sepse erdhi pikërisht goli i realizuar nga Hebaj. Si erdhi ky moment, çfarë dinamike pati, çfarë solli në atë përplasje në kufin e zonës që si rrjedhoi pati ndikim rezultatin e ndeshjes, është pikërisht episodi i 4 që kemi përzgjedhur për këtë sfidë. Ishte një aksion që u ndërtua perfekt nga ana e Elbasanit, nga mënyra se si u nis edhe deri tek mënyra se si përfundoi dhe mua më pëlqen cek pavarësisht se po e them fundin, kush e fitoi penalltin, ishte pikërisht i riu Boriçi, datëlindja 2008, që arriti të konkretizoi mjaft mirë komplet aksionin e skuadrës, që nisi që nga poshtë, ato që pam të Laçi çfarë bëri Elbasani më mbrapa me Deliun që u fut midis dy qendrëmbrojtësave, tresa afrohet dhe topi shkon
për Lilën në krahun e djathtë dhe shikojmë Boriçin se si sulmon me njëherë zonën kundërshtare dhe arrin të fitojë një penallti brenda zonës Përplasje me Kurtin. në përplasje me Kurtin që më pas u konkretizuar dhe me gol nga Rubin Hebaj. Një barazim që i mban të dyja skuadrat në një farforme kërkuese për vimin e kampionatit për javën e dytë e në tërësi, por patëm dhe një tjetër barazim, ai i cili ishte mes skuadrës Partizanit dhe TU-s, sfidë e zhvilluar në stadiumin e Vorrës. Një barazim pa gola që në një farforme gjente dy skuadra me pikpyetje për mënyrën se si kishin ardhur. Partizani me shumë largime nga sezoni i kaluar, me një trajner të ri, me pak afrime, ndërkohë që në anën tjetër Teuta, që në krye të pankinës kishte marrë Edlir Tetovën, dy radhë si kampioni i Shqipërisë, një trajner i cili kishte bërë shumë mirë tek skuadra e Ignatias dhe pritej me shumë interes se si do të ishte prezantimi në radhët e Teutës, që gjithashtu ka investuar nga porta në sulm, ka marrë lojtar me eksperiencë, lojtarë të cilët e njohin mirë kampionatin dhe pritshmëritë janë rritur me dursakët, të cilët tashmë kanë pretendime minimalisht për zonën europiane. Si e pe këtë përballje këtë sfidë? Ishte një ndeshje që ndoshta kishte goxha kuriozitet për t'u parë në këtë spektër, të dyja ekipet që vinin me trajner të ri, Teuta me ndryshim ekipi, kishte siç e the dhe ti, kishte goxha emra të rinj, jo vetëm emra të njohur të a biznes superiore, por gjithashtu edhe lojtarë që kishin ardhur nga jashtë dhe që janë marrë pikërisht për të bërë diferencën. Mendoj që u kushtëzua pak ndeshja nga kartoni kuq që marrit nga Human në pjesën e parë. Megjithatë, Teuta erdhi pikërisht ashtu siç prisnim, që ishte një Teutë që u mundua të prodhonte shumë futboll, pati shumë raste për shënim, por që për fatin e tyre të keq nuk arritën dot të konkretizonin siç prisnin, duke të shpërshënuar një gol dhe për të marrë fitoren në kundrejt Partizanit. Megjithatë, janë shenja, do të thoja të paktën për Teutën janë inkurajuese duke marrë parasysh futbollin që u bën, ndërkohë që për Partizanin ishte një paraqitje gjithashtu e mirë, duke marrë parasysh edhe që luajtën me 10 lojtarë për kalimin në pjesën më të madhe të kohës dhe ekipi pavarësisht se ishte një më pak, tregoi një shpirt sakrifice, tregoi shpirt gare dhe mori një pikë mjaft të vyer për mënyrën se si shkoi ndeshja. Do të shkojmë tek statistikat e përballjes mes Partizanit dhe Teutës, sfida e zhvilluar në stadiumin e Vorrës ditën e shtunë, rezultati 0-0, expected goal 0.22 për Partizanin, 2.83 për Teutën, goditje edhe në port 6-1 për Demat e Kuq, 21-6 për skuadrën dursake. Do të ndalemi pak këtu sepse është një statistikë vërtet shumë interesante. Mbajtja e topit 32% për Partizanin, 68% për Teutën, duelet fituara 68-68, ekuilibër në këtë drejtim, goditje nga këndi të konkretizuara me tentativa drejt portës, 3 për Partizanin, asnjë në kuadrat, 3 për Teutën, 2 në port, duele erore 13-16, faula 19-22 dhe topa të rekuperuar 58-74. Nëse shohim statistikat, tregojnë një dominim të Teutës. Pati ndikim patjetër ai kartoni kuq, por sa optimizëm jep kjo Teutë për vimin e kampionatit për qenë pretendente duke parë këto statistika dhe ato elementë që ne prekëm më herët. Po, mendoj që Teuta unë mendoj që do të jetë një surprizë këtij sezoni, mendoj që do jetë ekip që do të bëj mirë, do t'i hap probleme çdo ekipi, është një ekip që ndoshta ka investuar më shumë se sa të tjerat në afrimin e futbollistëve që ka marrë dhe gjithashtu ka marrë, siç e the edhe tjetër trajnerin që ishte 2 herë kampion Shqipërie, kështu që duket që janë goxha optimist, kanë goxha dëshirë për të marrë rezultate dhe për të shkuar ndoshta edhe për të fituar kampionatin. Megjithatë, nuk do të harruar që gjithsesi është ekip që një sezon përpara ka dalë në vendin e 8. Dhe duhet të shikojmë se si do të grupi është i ri, edhe ata kanë bërë shumë afrime, sa të njohin njëri tjetrin, sa të bëhet edhe njohja e lojës, lojtarët ambientohen. Kështu që do të shikojmë se si do të kenë Curin në vazhdimsi. Ndalemi tek rasti i parë, pikërisht tek ndërtimi i skuadrave, se si ishin vendosura këto dy skuadra me 2 trajnerë të ri, sepse edhe tifozët janë të interesuar të mësojnë më tepër për mënyrën se si do të prezantohet skuadra në këtë edicion të ri të futbollit shqiptar. Në rastin e parë kemi ndërtimin e Partizanit, që është në 1+4+2, ndërkohë që Teuta vinte me një pressing 1-1 për të mos lejuar fare të ndërtonin ekipin e Partizanit dhe pavarësisht Partizani mundua të dilte me një takim, por këtu ishte Teuta që doli fituese me
duke marrë topin në rivën e ansor dhe më pas duke e qarkulluar më tej. Ndërkohë kemi dhe rastin episodin e dytë, me qenë se janë të ngjashme për dinamikën. Për kaluar nga njëra tjetra, ndërkohë rasti i dytë është përsëri ndërtimi 3-2-5 i Partizanit në këtë rast që kemi Ismailin që futet midis dy qendërmbrojtësave dhe shikojmë se sa lojtarë janë pastaj në zonën e Teutës për të krijuar edhe një lloj përcjellje për ta mbajtur të ngjeshur aty mbrojtjen dursake dhe për të krijuar ato hapësirat nga krahët. U munduan të luanin këtu, kjo ishte pikërisht aksioni përpara se sa Human të merrte kartonin e kuq, ishte pikërisht ai që luante edhe një rol kyç sepse qëndronte shpesh në gjysmë hapësira, mundohej të krijojë aty hapësira në qendër për shokët e ekipit, megjithatë për fatin e tij të keq pati një reagim që ndoshta mund të ishte pak më i kursyer, megjithatë u duk sikur ishte diçka e pavullnetshme sepse lojtari kërkoi falje me një herë. Për ta lidhur pak me ato çka prekëm më herët dhe ndikimin që ka trajneri. Lirë Tetovën e kemi parë shpesh herë tek skuadra e Ignatias në të shkuarën që preferonte sidomos vendosjen e skemës së rombit. E pam edhe tek skuadra e Teutës, madje pati një mundësi shumë mirë për shënim. Apo jo. Duket sikur i ka mjaftuar koha Tetovës duke njohur mirë kampionatin, një pjesë lojtarëve, ka marrë futbollistë cilët edhe një për të implementuar idetë e tij te kjo skuadër. Po, padyshim. Lidhur edhe me rastin e tretë që kemi përzgjedhur. Padyshim që po, dhe në këtë rast nuk është se ishte ai rombi me kadër, po ishte një vendosje 3-4-3 romb nga ana e ekipit të Teutës, ku mundohej që çdo hapësirë të ishte zënë nga një lojtar dhe e shikojmë edhe të ilustruar grafikisht, ndërkohë që Partizani nga krahu tjetër ishte në një 4-4-2, janë shumë ekipe edhe në botëror e pam që kishte shumë ekipe që vendosnin të mbronin në këtë lloj mënyre, qoftë në blok mesëm, qoftë në pressing, dhe rasti i Teutës megjithatë erdhi pikërisht me një gjuajtje nga larg, që nuk është se ishte ndoshta pjesë e ndërtimit, por ishte edhe ajo që ai dha një spunto për të marrë diçka, për të krijuar raste nga kjo përballje. Sa ndikoi tek Partizani inferioriteti numerik? Se sigurisht ne prekëm në episod pas episodi që të luash me 10 futbollistë nuk është e lehtë, por a diti ti reagonte siç duhej Teutës? Vetë fakti që arriti të marrë një pikë dhe të mbaj barazimin, kam përshtypjen që pati efektin e dur edhe ndikimi i trajnerit nga ana tjetër. Sigurisht, sepse u mundua të mbronin mjaft mirë, por megjithatë edhe portieri i Partizanit pati një super pritje limite, një ndeshje të shkëlqyer përveç pritjes, edhe mënyra se si e menaxhoi sfidën, ishte goxha për të vlerësuar sepse i mbajti në lojë. Megjithatë, edhe këtu e shikojmë, këtu është në rast të fakt që janë 10-10, duke marrë parasysh që Votlaj, një nga lojtarët e Teutës, kishte dalë për arsye dëmtimi, ishte nga rastet e pakta në moment që ishte në pjesën e dytë që ndeshja ishte në ekuilibër, megjithatë mënyra e lojës së Teutës ishte e njëjtë, duke qarkulluar topin shumë, duke çuar topin nëpër krah, duke munduar gjente hapësira me krosimet në zonë sidomos. Dhe është loja që ne kemi parë Tetovën ta bëj edhe tek Ignatia, është munduar ta sjellë edhe këtu dhe duket se lojtarët po i përgjigjen, por është ajo që thamë që do të shikojmë se si do të jetë edhe ecuria e skuadrës. Do të presim se çfarë do të prodhojnë këto dy skuadra në takimet e ardhshme, teksa për të parë dy fitoret e para të këtij edicioni u desh të prisnim ditën e diel dhe mbi të gjitha në takimin mes Dinamo City dhe Vorës ishte një futbollist i ri, ai i cili vendosi fatin e përballjes. Do të jemi pikërisht tek sfida mes Dinamo City dhe Vorës, përballje ku ishte Gjyla, një element premtues për të ardhmen, luajti ndeshjen e parë në futbollin e të rriturve, futbollin profesionist, por që në minutën e 10 ai gol i shënuar prej tij i dha 3 pikët e para skuadrës së Vorës. Si e pe këtë përballje mes dy skuadrave që vinin nga situata krejt të ndryshme. Dinamo City në momentin ndoshta më historik, sepse është ndoshta episodi që mund të ndikoj drejt për drejt në fatin e këtij edicioni, është në mesin e fazës play-off, luan përballë Vorës që vinte pas një edicioni të vështirë ku kishte vuajtur dhe kishte siguruar qëndrimin vetëm në javën e fundit, por arrin të marrë 3 pikët ndaj skuadrës së Ilir Dajës. Okej, është drejt, por Dinamo ishte në këtë për një arsye që të tillë, sepse janë akoma në mes të Conference Ligës, nesër më kanë edhe përballjen e play-offit. Por kishte vendosur trajneri Daja që të luajë për këtë ndeshje play-off dhe kishte futur ekipin e dytë praktikisht,
me ndonjë element nga skuadra titullare që kemi parë të shohim vazhdimisht në kupat e Europës. Dhe ndoshta nuk arritën të marrin rezultatin që prisnin, megjithatë arritën të zhvillojnë një lojë të mirë përballë një Vore, e cila edhe ajo vjen me emra të rinj, mundohet të marrë sa më shumë dhe lojtarë që dikur kanë qenë pjesë të ekipeve kombëtare. Gjyla është një ndër to, sepse ka qenë vazhdimisht i grumbulluar dhe është lojtar që ka goxha perspektivë, apo mund të përmend edhe Frokun që kemi pasur dikur tek U21, lojtar datlinja 2003 me fushor në i rritur në Akademinë e Panathinaikosit. Kështu që ishte ndeshje interesante për të parë dhe Vora arriti të merrte atë që deshte kundër një Dinamoje e cila vinte pak më ndryshe. Do të shkojmë tek statistikat e kësaj përballje, pikërisht sfidës mes Dinamo City dhe Vorës, 0-1 rezultati, një ndeshje që prodhoi shumë emocion, expected goal 1.23 për Dinamo City, 1.15 për Vorën, ekuilibër në këtë drejtim, goditje dhe në portë 10-2-9-3, mbajtja e topit 6-7 me 33% në favor të kryeqytetasve, duelet të fituar 109-104, goditje nga këndi dhe gjuajtje 5-2 për Dinamon, 3-0 për Vorën, duela errore 21-22, faula 9-19 dhe topat e rikuperuar 74-73. Një farforme duket sikur Dinamo meritonte diçka më tepër gjojnë nga kjo sfidë, duke parë dhe statistikat, expected goal, presioni që ushtroi, ndonse duhet të thonë që luajti me një pjesë të alternativave Ilir Daja, sepse ruajti pjesën më madhe të skuadrës për sfidën e kthimit me Pafosin ditën e njëjtë. Po, është e vërtetë, megjithatë ishte, si thua, Dinamo prodhoi shumë dhe u pa jo vetëm në statistika, por u pa gjithashtu edhe gjatë lojës, ku pati rastet shumëta për shënim, megjithatë nuk arritën dot të merrnin maksimumin nga kjo përballje, se të paktën minimumin të ndinin me një pikë, por mendoj se tashmë mendja ka qenë tek ndeshja në Qipro dhe të shikojmë se si do ta menaxhojnë, duke shpresuar që do të na sjellin ndonjë kualifikim dhe një ekip të dytë shqiptar në Conference League. Ndërkohë nga krau tjetër Vora erdhi po me të njëjtin trajner, po me të njëjtën filozofi, po me të njëjtin ide loje dhe arritën të bëjnë mjaft mirë duke treguar që prapë do të jenë një ekip i vështirë për të mundur këtë vit në biznes superiore. Ndërkohë Xhen do të shkojmë një herë tek rasti i parë te goli i Gjylës minutën e 10, një kombinim shumë i bukur me Karricën, një inkursion në krahun e majt dhe më njëherë Gjyla që me një zgjatje lë gjurmë që ndeshjen e parë, që ndeshjen debutuese me skuadrën e Vorës. Si ishte kjo lëvizje, kjo skem, ky moment i aplikuar nga skuadra vorake? Doli mjaft mirë skuadra e Vorës nga presingu i Dinamos, duke çuar topin nga krau i majt edhe duke që në fillim faktu, sepse dhe Hariza i bëri një lëvizje mjaft mirë dhe tregon se sa me vlerë sot në futboll një portier që ditë luaj mirë me topin, dhe është pikërisht lëvizja e Karricës që bën diferencën, sepse arrin të shkëputet mjaft mirë nga mbrojtësi i Dinamos dhe shikon lëvizjen e Gjylës nga krau tjetër, cilin e kishim fokusuar me hije pikërisht për këtë arsye, dhe me këtë të fundit që arrin të shënojë dhe golin e fitores për Vorën në këtë ndeshje, por gjithashtu edhe goli i parë i një lojtari të rregullit të ri, le ta themi, po e vërtet. Ndërkohë Dinamo pavarësisht se luante me një pjesë të alternativave në këtë sfidë, ishte një kombinim në fakt, sepse luanin edhe një pjesë e titullarëve, bëri mjaft mirë apo më saktë kërkoi të merrte diçka nga kjo sfidë. Madje nga një rivënje fundore arriti të krijojë një situatë me Manellarin. Është episodi i dytë që kemi përzgjedhur në këtë përballje, një situatë që ndoshta mund të kishte sjellë ndryshimin e rezultatit, një Dinamo që duke i qartësisht që kishte mendjen vetëm tek sfida e play-offit të Conference League-s, tek ndeshja e dytë që do të zhvillojë me Pafosin, pas barazimit 1-1 në Elbasan Arena të njëjtën që lan pas. Okej, megjithatë nuk mendoj që pati lëshime nga ana e Dinamos, munduan gjithsesi të bënin lojën e vet, pam një lojë që ishte edhe e kemi parë edhe në Conference League, dhe këtu është pikërisht rombi që ka përdorur shumë Dinamo gjatë edhe në Conference League, por gjithashtu edhe në sezonin që kaloi, dhe pikërisht këtu vendos Hariza ta luajë topin e gjatë, pra mos ta luajë shkurt. Megjithatë Dinamo arrin të fitojë duelin dhe të dalë mjaft mirë përpara, duke krijuar një rast 1-1 pikërisht me Manellarin, që arrin të dalë 1-1 me portierin, por duke mos finalizuar siç duhet. Ndërkohë, Manellari ishte një nga lojtarët më kyç të kësaj skuadre, kam përshtypjen, sepse edhe në rastin e tretë në episodin që kemi përzgjedhur, sërish ishte protagonist, një lojtar i afruar gjatë kësaj merkatoje, duhet thonë, dhe mbi të gjitha duke ardhur nga një rival direkt si Elbasani. Si ka qenë performanca e tij në këto ndeshje që ka zhvilluar në
komandën e Lirdajës, le të themi kështu. Mendoj që është një lojtar që po lufton akoma për të futur dhe për të fituar vendin e tij në formacion. Është munduar që të bëjë mirë dhe në këtë ndeshje ka treguar sinjale mjaft pozitive dhe këtu që mënyra se si nisi loja e Dinamos, pikërisht me një ndërtim nga poshtë, ishte Manellari ai që thyu linjat e Vorës, që ndërkohë nga krahu tjetër mundohej të luante 4-4-2 dhe kishte krijuar një gjerësi, një hapësirë të madhe midis mbrojtjes dhe mesfushës, dhe këtu lëvizja e Viles bëri gjithashtu diferencën, por edhe Skënder Meta, tjetër lojtar i ri që dha një krosim mjaft mirë në zonë, por që nuk konkretizua siç duhet nga futbollistët e Dinamos. Për te mënyrë si Dinamo ushtri presion, krijoi agresivitet, u mbrojt mjaft mirë Vora, arriti që fal një vendosje tepër solide të mbronte me fanatizëm avantazhin e arritur që në minutën e 10. Përveç kësaj, tentojnë disa momente, si në rastin e radhës në episodin e 4 me Bajramajn, që të krijonte të përçnuar dhe golin e dytë. A mbetet Vora e njëjta skuadër kompakte si edicionin e kaluar edhe në këtë sezon? E sheh që do jetë akoma dhe më e fortë se edicioni i shkuar? Po, mendoj që po, dhe meqense se ekipi tashmë dhe ka dhe eksperiencën në biznes superiore, tashmë janë më të konsoliduar, tashmë janë më të pjekur, janë munduar të ruajnë grupin, kanë të njëjtin trajner, mundohen të kenë gjithashtu të njëjtën strukturë loje, kështu që është ekip që do t'i hap probleme çdo kundërshtari, dhe këtu është një tjetër aksion i mirë nga ana e Vorës që mbrohet praktikisht e pam dhe çfarë 4-4-2 dhe lëvizja e Bajramaj që bëri diferencën, doli 1-1 me porterin, por edhe këtu nuk arrit do të konkretizoj për t'i dhënë dyfishimin e rezultatit ekipit vet. Një fitore me shumë vlerë për skuadrën e Vorës, një triumf që padyshim do ta ndihmojë që edhe në të ardhmen është një fitore që mbi të gjitha vlen edhe në aspektin e moralit, sepse vjen nga një pretendent për titullin kampion. Në anën tjetër, skuadra e Ignatias, një tjetër ekip që e kemi parë gjatë gjithë verës, mori një fitore të rëndësishme ndaj Tiranës që vinte me probleme. Nuk arriti dot të aktivizoj asnjë prej lojtarëve të afruar gjatë kësaj merkatoje, edhe i dha besimin plot 4 futbollistëve të akademisë, 3 prej tyre luanin për herë të parë në futbollin profesionist. Një fitore 3-0 e skuadrës të Rogozhinase në këtë sfidë, një përballje që u zgjidh që në pjesën e parë gjën. Ignatia jep sinjale se do të jetë besoj pretendentja kryesor, duke parë që edhe skuadra e dytë, formacioni i dytë është në të njëjtën lartësi me ekipin e parë. Po, është e vërtet dhe ishte gjithashtu dhe një sinjal për trajnerin e Vildede, i cili megjithëse ka një ekip që ka bërë mjaft mirë në Europë, ku ka marrë rezultate shumë pozitive, por ka dhe le të themi ato që ndoshta mund të quajë alternativat e veta që mund të japin një impakt tjetër lojës dhe mund të jenë po aq të rëndësishëm edhe sa ekipi i parë. Ndërkohë Tirana padyshim mund po të kishte blerë, ndoshta situata mund të ishte pak më ndryshe dhe mund të kishim dhe ne një lloj impakti se çfarë mund të sjellë ekipi këtë sezon. Megjithatë, tashmë që u zgjidhen dhe problemet e shtyreve të prapambetura, gjërat mund të jenë pak më ndryshe për Bardhë Blut. Megjithatë, dhe kjo ndeshje u munduan të japin disa sinjale nga ato që ne presim, le të themi. Do të shkojmë me statistikat e kësaj sfide, me ato çka ka prodhuar. 3-0 rezultati i kësaj përballje, expected goal 1.73 për Rogozhinasit, 0.28 për Bardhë Blut, goditje edhe në port 11-5, 10-5, mbajtja e topit 45% me 55 në favor të Bardhë Blutve, statistikë tepër interesante. Duelet fituara 83-83 në ekuilibër, goditje nga këndi të konkretizuara 4-2 për Ignatian, vetëm një goditje nga këndi për Tiranën që nuk solli një goditje drejt portës, duele ajrore 9-12, faulla 80 dhe topat e rikuperuar 65-62. Si ka mundësi që Tirana mbajti topin më tepër, por krijoi shumë pak, nuk pati thuajse asnjë mundësi për të çnuar në këtë sfidë. Mundonen që kryesisht të krijonin të gjuajnë me gjuhët nga larg, këtë ishte mënyra e Bardhë Bluve për të ty ndoshta mund mos ishte taktik e përgatitur para fillimit ndeshjes, po ishin ato hapësira që gjetën. Ignatia në Vildede përkundër nga Tetova që jepte ekipit një fytyrë shumë sulmuese, Dede është ndoshta pak më ndryshe në këtë kjo pjesë, mundohet që pavarësisht se ekipi mund mos ta ketë topin në zotrim, por luan gjithmonë më vertikal, mundohet që të krijojë edhe ai shumë raste përshënim edhe nëpërmjet tranzicioneve të shpeshta që bën skuadra. Kështu që kjo është ajo që ndoshta e bëri diferencën. Tirana mund të ketë çakulluar, por nuk ka qenë rrezikshme me çakullimin e vet krijuar. Rasti i parë është pikërisht goli i Ajetit, goli i dytë i skuadrës së Ignatias.
nëse luan si një qendërmbrojtës i afruar gjatë kësaj mëkauteje, arriti që të shënoi dhe të lërë gjurmë në këtë përballje ndaj Tiranës, realizoi një gol pas një aksioni të ndërtuar në krahun e djathtë, po ishte kriti i lirë i harruar në krahun tjetër. Po, Ajeti në fakt e bën edhe rolin e mbrojtësit të majt përveç atij të qendërmbrojtësit. Është një lojtar i Datlinës 2006, nuk e kemi parë më përpara këtë strategji tek Egnatia, që ka preferuar gjithmonë të marrë futbollist me eksperiencë dhe është munduar që të krijojë, domethënë të ketë gati, por se duhet kanë parë diçka te ky lojtar që menjëherë në ndeshjen e parë të kampionatit bëri dhe diferencën. Dhe këtu shikojmë edhe mënyrën se si po ndërtonin dy skuadrat, Egnatia me 3+2, 1+3+2 ndërtimi, ndërkohë që Tirana mbronte 4-2-3-1. Shikojmë dhe që në mbrojtësin e djathtë të Egnatias që është hapur shumë në gjerësi, dhe Albaneze që me lëvizjen e tij bën diferencën nga krahu i djathtë, nga ku sjell gjithashtu edhe krosimin për golin e Ajetit. Ajeti është i harruar, nuk u skanua as në një moment nga mbrojtja e Tiranës për t'u bllokuar dhe fatkeqësisht edhe për portierin Visar Bekaj e devijoi ato, por nuk arriti dot ta bllokojë. Egnati ishte dominuese në fakt sepse jo vetëm golat e shënuar, por pati edhe shumë raste, edhe në pjesën e parë madje mbaj mend me Jagon, është pikërisht episodi i radhës që ke përzgjedhur për të analizuar, bëri mjaft të mirë, krijoi disa mundësi, kishte dalje të lehta. Ishte si rrjedhoi e cilësive të Egnatias, apo ndikoi edhe fakti që pjesa e prapavijës së Tiranës ishte ndërtuar nga lojtarët e akademisë, besoj e kushzuar për trajnerin e Tiranës. Po për hir të vërtetës mendoj që është arsyeja e dytë që përmendet ti, pikërisht që Tirana ishte pak eksperimentale në mbrojtje dhe u mundua që Egnatia mundoi ta shfrytëzonte këtë fakt dhe mundoi të dilte shumë edhe nga krah. Tu kemi edhe imazhin se si ishin ekipet me njëra tjetrën. Egnatia në një 3-4-1-2, ndërkohë që Tirana që mbronte në një 4-2-3-1, duke mbajtur duke kërkuar të bllokonin pikërisht mes fushën e Egnatias, që është ndoshta edhe elementi që kanë bërë diferencën për skuadrën kampione të Shqipërisë, dhe Jago që edhe ky në një pozicion të ri sepse ishte si një i pestë në krahun e djathtë, një wing praktikisht, por mundoi të krijojë një rast shumë të rrezikshëm duke u futur nga brenda, dhe kjo është diçka që ndoshta mund ta shikojmë, mund të jetë diçka që mund të japë një sfikase edhe për ekipin e Egnatias në këtë sezon. Ndërkohë që tek Tirana ishte shumë e vështirë për të ndërtuar aksione të rrjedhshme, e cilësuan për shkak problematikave që kishte dhe kurzuar nga aktivizimi i lojtarëve, kishte shumë pak futbollistë në pankinë, madje ishin 2 portierë dhe 2 futbollistë, 2 zëvendësime bëri trajneri bardhëbluve. Provoi vetëm me harkime drejt zonës, provoi që gjente Taren ose Xhixhen ose me goditjet nga distanca. Kjo ishte besoj strategjia që ishte më shumë duke marrë parasysh edhe që nuk po ngjenin hapësira të shumta, ajo që mundonin të bënin pikërisht edhe lojtarët e Tiranës provonin me goditjet nga distanca, ndërkohë që në ndërtim ishin në 1-4-3-3, shikonim shpesh Alvarez që hapej në krahun e majt, ndërkohë që ishte Vogli ai që luante si një gjashtë përpara mbrojtjes, duke munduar që të ndryshonte lojën. Megjithatë mundoi të kishte një lloj rrjedhshmërie edhe loja e Tiranës dhe pikërisht këtu shikojmë edhe vendosjen e bardhëbluve në këtë përballje, ndërkohë që Egnatia ishte praktikisht në një 5-3-2 le të themi dhe mundoi që të bllokonte pikërisht hapësirat aty në mes. Këtu Alvarez ishte ai lojtar që diktonte shpesh edhe nga të shkonte topi. Ndeshja këtu ishte 3-0 dhe faktikisht u mbyll le të themi që në pjesën e parë. Megjithatë tek Tirana mundua të luanin dhe të shkuan deri në fund me gjithë sakrificat dhe pak lojtarë në stol, lojtarët e rinj që përmend edhe ti. Kështu që ishte ndeshje që nuk mendoj që do jetë ajo që do të shikojmë nga Tirana këtë sezon. Do ta shohim Tiranën në vijimin e kampionatit, do ta shohim se çfarë do të sjell duke nisur që nga përballja e javës së 2. Do të komentojmë shkurtimisht edhe golin e përzgjedhur si më i bukur i kësaj jave. Është ai i realizuar nga Orgicena, futbollisti i Laçit. Një kombinim shumë i bukur, një goditje shumë e bukur, ka qenë e vështirë, thamë edhe në fillimin e edicionit për të përzgjedhur golin më të bukur të kësaj jave. Si e gjykon ndërtimin e këtij aksioni që ishte vërtet i admirueshëm për të shijuar? Po, ishte kombinim në zonat ngushta, i shpejtë dhe pastaj edhe finalizimi nga ana e Cenës ishte fantastik, duke marrë parasysh që erdhi dhe në fundin e ndeshjes dhe këtu dedikimi mjaft i bukur për Olci Myrton që psoi faktikisht një dëmtim të rëndë dhe urojmë
shërim të shpejt. Megjithatë, goli ishte për t'u vlerësuar komplet, duke që lojtarët e Laçit kanë mësuar që tani ta e dinë lojën e njëri tjetrit, dinë edhe se kanë kimin edhe besoj që do jenë ekip mjaft argëtues për të parë këtë sezon. Java e parë nisi mjaft mirë me shumë spektakël, me shumë gola të bukur, por shpresojmë që e tillë të jetë duke nisur që nga java e dytë deri tek e fundit. Do të shohim edhe kalendarin se si do të jetë java e dytë, ku dhe kur do të luhen takimet e A-Biznet Superiore, teksa do të nisë gjithçka me Partizani Laçi dhe Elbasani Vllaznia do të luhen ditën e shtunë paralisht në orën 18:30, më pas të dielën Teuta Tirana në orën 21 dhe dy sfidat e fundit të javës së dytë do të jenë ditën e hënë Vora Ignatia dhe Skënderbeu Dinamo City, dy skuadrat që janë të angazhuar në rendë ndërkombëtare si Ignatia dhe Dinamo City. Kush duket sfida më interesante? Mendoj që do të themi Elbasani Vllaznia duke marrë parasysh renditjen e sezonit kaluar, por megjithatë kam të shoh me shumë dëshirë edhe Teuta Tirana. Shpresojmë që të shohim spektakël, pastaj javën e ardhshme do të jemi sërish në analizë superiore për të sjellë tek ju gjithçka do ndodh në këtë javë të dytë. Falenderoj shumë dhe shpresoj që të kemi një sezon sa më të mbarë dy së bashku. Shpresojmë edhe të shkojmë një kampionat sa më të bukur dhe argëtues. Ishte shumë kënaqësi, bashkë do ndajemi këtu, kemi ardhur në fundin e këtij episodi të parë në këtë sezon të dytë në analizë superiore, do të shihemi sërish çdo javë në FSHV TV deri javën e ardhshme. Mirupafshim.